Gjatë një takimi virtual me ndjekësit e tij në rrjetet sociale, Sali Berisha paralajmëroi nisjen e foltoreve të Partisë Demokratike në të gjithë Shqipërinë, pas protestës së zhvilluar pranë kryeministrisë për çështjen e Belinda Ballukut. Këtë javë fillojnë foltorët në Shqipëri, jashtë Tiranës, dhe do vazhdojnë në të gjithë vendin. Berisha komentoi veprimet e Ervin Salianit dhe Ilir Ali Mehmetit, të cilët janë takuar me disa nga më të votuarit e primarëve të Partisë Demokratike. Kandidatët e primarëve në tërësi i kam takuar ose ju kam telefonuar. Vetë Saliani ka qenë disa herë në këtë zyrë. Ilir Ali Mehmeti edhe më shpesh. Në këtë kontekst, askush nuk është i përjashtuar në këtë parti. Bashkimi mbetet rruga e vetme për të ndjekur qëllimet e përbashkëta dhe rrëfeu gjithashtu se vendosja e një partie të re nuk ishte opsion. Betejën ai e vijoi brenda strukturave të shtëpisë së tij politike. Kishte një rrugë tjetër, të rithemelonte një forcë politike të re, por nuk e meritonte Partia Demokratike kurrate. Nuk meritonte Partia Demokratike t'ia dorëzoje armiqve të saj këtë forcë politike. Berisha ripërsëriti vendosmërinë, por të mos do ndërheqen dhe theksoi se zgjedhjet e 11 majit janë vetëm një farsë elektorale. Në kushtet kur zgjedhjet janë farsë dhe jo zgjedhje normale, një akt i tillë do t'i shërbente diktatorit dhe atyre që shtypin pluralizmin. Një akt i tillë nuk mund të ndodhë përveçse me votën e demokratëve shqiptarë. Ai riktheu akuzat ndaj kryeministrit Rama dhe Belinda Ballukut, duke e konsideruar vendimin e pezullimit të saj nga detyra si të paprecedent dhe pjesë të një manipulimi më të gjerë politik.